Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari në deklaratën para gazetarëve u fokusua te masat e sigurisë për sezonin veror, luftën kundër krimit dhe sigurinë në shkolla. Ai theksoi se policia është në alert dhe po kryen kontrolle të shtuara në gjithë vendin, veçanërisht në zonat turistike, hotele, bare dhe restorante për të garantuar sigurinë gjatë sezonit të pushimeve. Sipas tij, po rritet dhe bashkëpunimi me autoritetet italiane për monitorimin e kultivimit të kanabisit, duke përfshirë edhe përdorimin e mjeteve ajrore për gjurmimin në kohë reale. Në kuadër të veprimeve hetimeve paraprake të Policisë së Shtetit dhe Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, u bë mundur goditja një rasti të dyshuar palishmërie, ku punonjës të policisë bëjnë palë me krimin, jo vetëm neglizhojnë bërjen e detyrës me përkushtim me sipas ligjit dhe me nder, por cënojnë dhe interesat kombëtare. E them këtë sepse Bregdeti nga veriu në jug, mbrojtja e territorit është pasuri kombëtare, i përket qytetarëve shqiptar dhe nuk mund kushdo që mendon se interesat vetjake mund të heshtohen nga përmasat e një bashkie apo në kuadër të një çështje lokale, e ka shumë gabim. Një tjetër lajm që vlen të ndahet me ju është pikërisht edhe forcimi më tej i bashkëpunimit me Guardia di Finanza në kuptim të kontrollit të territorit për sa i përket veprimtarisë së palishme të kultivimit të kanabisit. Nga 1 maj 2026 deri më 31 tetor, ne do të kemi, pra janë planifikuar në total 200 orë fluturimi, me 20 orë shtesë nga viti i shkuar, ku konkretisht risi do të jetë këtu krahas përdorimit të helikopterit me sensor të dedikuar, do të kemi edhe përdorimin një avioni të veçantë. Lamallari u ndal edhe te rastet e zjarrvënieve dhe krimeve mjedisore, duke paralajmëruar masa më të forta nga gjobat deri te ndjekja penale për shkelësit. Gjithmonë më shumë kemi parë se gjatë sezonit të verës kemi një shtim të rasteve të zjarrvënieve, duke përfshirë për fat keq edhe zjarrvëniet e qëllimshme, kështu që patjetër Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një plan masash ku rolin kryesor e ka shërbimi për mbrojtjen nga zjarri, por kjo sigurisht në koordinim të plot me Agjencinë Kombëtare për Mbrojtjen Civile dhe autoritetet vendore, ku sigurisht infrastruktura dhe bunimet njerëzore në nivel vendor kontrollohen nga bashkitë, por kjo nuk do të thotë se secili e ka punën ndarë. Kjo është një punë dhe shqetësimi i përbashkët. Ajo çfarë është e rëndësishme është që në fokus të këtij plani mbetet parandalimi i rasteve të zjarreve, rritja e gatishmërisë operacionale të gjithë hallkave që unë përmenda më herët, mbrojtja e jetës, pronës dhe mjedisit. Po ashtu, ai sqaroi se në rastin e Akademisë së Sigurisë, nga analizat e marra vetëm një monster rezultoi me stafilokok, ndërsa situata është vënë nën kontroll pas dezinfektimit.